Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Këto ditë çdo shqiptar ka në mendje ndeshjen Shqipëri-Serbi. Çdo shqiptar ka në mendje e tij skemat se si duhet luaj skuadra, se si duhet funksionojë ekipi, se të bëj parashikime, të bëj analiza dhe në fund të japë atë rezultatin aq të dëshiruar. Por shumë pak janë ata analizë parashikues që janë profesionistë. Unë kam kënaqësinë sot që të kem një nga gazetarët dhe analistët që unë kam më shumë për zemër në fushën sportive, në gazetarinë sportive, por nuk e tepëroj të them që është komentatori sportiv më i mirë i gjitha kohërave. Kam kënaqësinë, besoj e keni kuptuar. Mbani frymën njerëz, Dritan Shako Hoxha në Dekalog. Ju përshëndes. Përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit dhe juve. Di çfarë mendova në këto momente? Do ta nis nga pyetja e fundit. Fitojmë në të shtunën? Besoj që po. I kemi të gjitha gjërat që ne të fitojmë sepse jemi skuadër e barabartë në momentet veçanta, në rolet veçanta dhe më të mirë se kundërshtarët. E barabartë? Është shumë e rëndësishme për ne, ndoshta për kundërshtarët ata kanë qenë, kanë provu botrorin, për ne është shumë jetike për më tepër pas evropianit. Besoj që kjo është ndeshje që duhet fituar nga shqiptarët. Të ka marrë malli për komentimin e ndeshjeve? Jo, nuk ka marrë malli sepse bëra shumë vite sa që nuk është vjen shansit më të marrë malli kur ti ka shumë vite që e bën atë gjë. Atëherë unë po të sjell në kujtesë një insert që më kam përgatitur me ato batutat e famshme të tua, 10 batutat më të përzgjedhura, nuk e di janë më të bukura, sepse kishe edhe shumë të tjera, i ndikuar shumë, po ta them këtë, nga Imbir që është fan i yt dhe më thot shpesh, babi pse nuk komenton Dritan Shako Hoxha? Ti duhet bësh diçka që Dritan Shako Hoxha të komentojë një ndeshje, sepse mua më pëlqente shumë ai. 10 batutat më të njohura dhe më interesante të Dritan Shako Hoxhës në një insert, tani do ta ndjekim dhe kthehemi në studio. Dhjetë batutat më të forta gjatë transmetimit live nga Dritan Shako Hoxha. 1. Topi i gjuajtur nga futbollisti i Realit të Madridit, Roberto Carlos, ishte shumë larg portës. Komenti i Shako Hoxhës ishte: Carlos e ka dërguar topin tek parkingu i Bernabeut. 2. Futbollisti i Milanit, Gennaro Gattuso, dha një pasim shumë të bukur. E atëherë Shako Hoxha tha: pas shumë vitesh që stërvitet me yjet e botës, më në fund Gattuso ka bërë një mrekulli. Ka mësuar dhe jap një asist. 3. Një futbollist në dy luftime me sulmuesin e kombëtares tonë Erion Bogdani u mbajt tek mbathjet e tij dhe u rrëzua. Komenti i Shako Hoxhës ishte ky: nëse do të ishte mbajtur pak më lart, sigurisht që nuk do rrëzohej. 4. Pas një driblimi të Raul Bravos tek Reali Madridit, Shako Hoxha tha: kur u bë dhe Raul Bravo të dribloj, kur luan në skuadër me Zidane, Beckham, Ronaldo e Figo. 5. Një koment tjetër i Shako Hoxhës ishte: janë përqafuar shumë me dashuri me styrë në zonë Cannavaro e Henry, por ju siguroj që shijet e tyre janë krejtësisht të tjera. 6. Për futbollistin e Realit të Madridit, Raul Bravo, që po luante shumë keq, Shako Hoxha tha: ky luan me Realin e Madridit vetëm sepse e ka shtëpinë afër stadiumit. 7. Shako Hoxha për futbollistin e Interit, Marco Materazzi: duke parë që dhe ky luan futboll në nivele të larta, të gjithë mund të ndërrojnë një ditë se mund të bëhen futbollist. 8. Gjatë një ndeshje të kombëtares son, sulmuesi Besart Berisha nuk pasoi te mesfushorit Skela, që ishte i vetmi me portën bosh. Shako Hoxha: si mund të pasoj një Berishët në përgjithësi kërkojnë t'i bëjnë të gjitha vet. 9. Në ndeshjen e Shqipërisë kundër Hollandës në krahun e djathtë të holandezëve ne krijuam shumë raste. Shako Hoxha tha: të gjitha të këqijat Shqipërisë i vinë nga e djathta. 10. Gjatë një ndeshje të Barcelonës dhe Chelsea, Shako Hoxha dha këtë koment: lojtarët anglez duhet i kërkojnë gjyqtarit që ndeshja të luhet me 2 topa, se këtë që është tani në fush, spanjollët nuk kanë ndërmend t'ua lënë ndonjëherë ta prekin. Një duatrokitje për ato që ti ke bërë në transmetimin live. Faleminderit. Ishin më shumë batuta humore se sa futbolli, mos ka vënë çfarë. Po sigurisht, po ato e pasurojnë komentin, ato e bëjnë shumë interesant dhe nuk është kështu gol filani ka shënuar. Çdo njeri jo vetëm në
kur komenton ndeshjen, por në çdo fushë tjetër Landi është Landi, unë jam unë, gjithë jemi në çdo fushë tjetër ku mund të tregojmë veten tonë, jemi ajo që jemi, natyra jonë, kështu që edhe të shumë gjëra që i kanë bërë gjatë kohës që bëja këtë punë, i kanë bërë se ashtu jam në të vërtetë në jetën reale, kështu që nuk është se është një gjë e veçantë. Nuk do kthehesh? Jo, nuk. E sigurt? Jo, se unë nuk kam asnjë. Të mbajmë frymën apo të lëshojmë frymën? Kam vendosur të ikim me këmbët e mia, jo, kështu që të më heqin me shishe. Si ka shumë njerëz në këtë botë, që unë duhet të ikim me këmbët e mia. Disi tha një kolegu im këtu, edhe presidenti i Federatës Ping-pongu tha, ka 25 vjet tha nuk ikën. Nuk ka shoqat. Po gjithë shoqatat më anonime, ku janë, kus janë? Më që mos përmend emra tani se këta gjithë ta muin personale, por gjej shoqatën më anonime. Shoqata ku diun çfarë them unë ty, edhe shoqata Skënderbegës, për shembull, babai im ka qenë shumë vite kryetar, ka një 70 vjet që ka. Më vjen shumë i qejf për mua. Babai im Mikado ka qenë dhe dha dorëqen vet. Dha dorëqen. Apo ti çka ke frymzuar me babai? Kemi për familje që ndojmë. Dha dorëqen sekretari i shoqatës së Skënderbegës. Së Skënderbegës. Një burr i nderuar, një oficer i nderuar, një ushtarak i nderuar dhe një ish Skënderbegës i nderuar. Po, pikërisht edhe ai dha dorëqen. Po është e vështirë. Shqipëri, po them, gjithë njerëzit që mund të dëgjojnë tani, po nuk di të them, edhe ke shkalla pallatit, nëse është caktu, njëri X që ke caktu, ai ke katë dytë për shkak. Nuk ikën më. O ai ke katë dytë, vetëm po ta udhësh ka katë dytë mund të ikë. Që nuk ka shans. Tani, pa filluar atje se më kujtove familjen. Vlla yt që ka qenë Skënderbej pas me, më thua pak. Është avokat, jeton në Londër, është ta përshëndesim, është avokat në Londër, Po, për shumë vite është partner në zyrë. Ma kujtova emrin? Shkëlqim Shako Hoxha. Çimi tani. Ore, po Çimi sa gjysma jote? Sa mua? Jo, Çimi më pak. Okej, tani çfarë më Po kështu muskuloz. Po shumë, po. Po ç'a ndodhi? Që ndodhi që ai u studioi më shumë se unë, edhe u shkollu më shumë se unë, u bë avokat, unë nuk u bëra dot avokat. U bë avokat, e përshëndesim. Tani vim te kjo për cilët të kam thirrur. Si është atmosfera për ndeshjen me Serbinë? Tani ajo që po shifja edhe në lajmet tuaja po shifja Shqipëria, policia shqiptare masat veçanta. Kjo është gjë më absurde. Pse? E para Shqipëria tifozët shqiptar nuk kanë precedent të rrezikshëm. Tifozët shqiptar e duan sportin. Janë të egzageruara, shumë të egzageruara. Realisht, po ta them për izë vërtetës, janë gjithë to masa, e di çam duken? Duken se zjarr fiksit që duhen me shujt zjarrin e tifozëve që duhen me stadium të ndezur zjarr. Kjo duket, shumë duket. Nuk është se duket që çfarë do bëjnë tifozët shqiptar, asgjë s'kan bërë kurrë. Shqipëria kur s'ka pas ndonjëherë probleme. Në një gjë mund nëse ti i toleron. Po pse se do bësh 1500 policë në rrugët e Tiranës, do ketë një shishe apo një gjë, po sigurisht. Jo, stadium them. Ore 1500 policë pa angazhohen për këtë ndeshje. Është e pabesueshme pse duhet bëhet kjo gjë. Tifozëria, të shpjegoj një gjë. Tifozëria shqiptare është tifozëria nga më të paqtat në botë. Tifozëria shqiptare në përgjithësi janë mik pritës me çdo që vjen në Shqipëri. Tani ne nuk është fakti, paqe dashës nuk kemi. Të themi gjë, po paqe dashës jemi, përderisa nuk jemi shku asnjëherë te shtëpia vet në kanal gjithmonë ke shtëpia jon, paqe dashës jemi. Ajo që duhet të thonë është që nuk ka pse Shqipëria, tifozëria shqiptare të penalizohet kaq shumë, të konsiderohet kaq e rrezikshme, vetëm për shkakun se në Serbi serbët janë shumë të poshtë dhe shumë të këqij tifozëria më e keqe e futbollit evropian. Nuk është ky motivi. Pse se ata janë të shumë të këqij, ti angazhon 1500 forca policie. Është e padrejtë. Është i madh që është organizuar një. Po se di më se unë s'kam numëruar një policët. Mund vjen shumë gjuna për ata çuna, edhe ato zonja që i shoh në orën 12 natës kur ka marrë ndeshje që kanë dalë qynë mjes forcat e policisë që i kanë pati në Elbasan Qull në shi që kontrollonin njerëzit me Serbinë që kontrollonin njerëzit kishin nga gjithë rrethet e Shqipërisë, policia, të cilët në orën 12 natës pastaj kishin hyrë nëpër autobusa, i çonin nëpër shtëpi, policë ndershëm, njerëz punëtor që i marrin se do bëhet nami Shqipëri, do ruajmë serbët se mos ndodhin e gjë. Po çfarë do ndodhi? Asnjë gjë mos ka për ndodh. Asnjë gjë. Po sigurisht ndodh. Po s'ka po pse po ti 1500 policë do ndodhi? Edhe serbët vun 10000 policë në Beograd, edhe një Ismail Morina nuk e ndalun dot. Tani çështja është që nuk është çështje numër policie, më shqiptarët nuk e pse ti ofendosh me këtë gjë. Tifozëria shqiptare në këtë vështrimin tim ofendohet nëse ti bën gjithë të angazhim të madh, a thua sikur çfarë ndodh. Jemi tifozëri nga ato më korrekte që ekziston në futbollin evropian dhe ne në fund fare ne jemi tifozëri e grumbulluar për ndeshjen.
Nuk ka pse të bëjnë gjithë to kontrolle. Prandaj më duket mua sikur po përpiqen që të gjejnë zjarr fikse me zora ujë që të me ato tubat e mëdha të ujit që ta shohin zjarrin e tifozëve. S'është e drejtë njëri se tifozët, pa tifozët, kjo kombëtare nuk ka shans të fitojë edhe me Lituanin. Po s'pati tifozët. Se ne kemi provuar që na ka mund Lituania me stadiumin bosh. Sigurisht. Kjo Shqipëria në pas Evropianit, kur Greqia u shpall kampioni i Evropës në 2004, mundi kampionin e Evropës, por nuk e mundi thjesht skuadra. Se po ti shikosh golat, një gol ishte gati autogol kur shënoi Murati dhe Ardian Alia shënoi një gol që e shënoi nga Sheratoni e gjyti topin. Po, edhe portieri se kuptoi fare si shkoi topi. Nga Sheratoni. Po, kur ka ardhur autobusi i kombëtares greke në stadium, gjithë bulevardi mund të kishte them 100.000 veta. Gjithë bulevardi, nga fillimi deri në fund. Ndërkohë ata kuptuan se këta ishin njerëz që po vinin në stadium. Kur futën ata në stadium, 2 orë gjysmë para ndeshjes ishin gjithë në stadium. Stadiumi s'kishte asnjë vend bosh. Që do të thotë që kjo fryma që u rrethua skuadra e bëri këtë gjë që Shqipëria të fitonte ndaj Greqisë. Nuk e bëri nuk dëgjova atëherë masa të rrepta policie. Si të fare, po pse? Po njerëzit po vinë futboll, po vinë për festë. Po megjithatë u vra njëri në Kret atëherë. Mbas nesh. Ata shtojnë forcën në Tiranë. Me dek të jam putal ligje. Tani vim, po tifozët mbrava porte, si u zgjidh ajo? Ke informacion? Thonë që tifozën fëmijë të vegjël. Jo, e këtë tha një kolegu jon, kolegu juaj, Tami Kona tha informacion që kam unë, nxënës shkolla do jenë mbrava 2 portave. Po si nxënës shkollave? Ç'është kjo? Si t'ja krijojmë klimën, sigur serbisë që po luan në Luksemburg. Në stadiumin e Luksemburgut. Korrekt gjithë, vinë ata lordët me shkop kështu avash avash, i lejnë qenë gjithë për jashtë të parkuar drejt, edhe vinë dhe tani të mirë se erdhët në ndeshjen këtu. Po ç'është kjo për ulje? Ku e diun ç'është kjo për ulje? Ha ma thotë më ç'është kjo për ulje. Pse? Kjo më fakt kjo skandal kjo, nëse mbrapa portet, do ketë fëmijë aty në shkollas. Pse skandal? Po skandal se unë isha mësuar nga ata tifozat kuqezi që nuk mbaroni ku. Nuk e duam ata se na shajnë nga modra. Nuk e duam ata se shajnë serbët nga modra. Është gjë shumë e keqe. Po ti shash serbët nga modra është të tmerrshme. Edhe nuk lejohet kjo janë të tmerrshme, nuk i pranon FIFA këto gjëra. Nuk i pranon, ëh? I rand shumë ofendimi. Çaj ironia, sarkazm fera se. Turbi botës së burr. Ne kemi tifozët të tani mos mi marr të gjithë, tifozët kuqezi janë ata që përmbledhin ekipin kombëtar, po pastaj grupimet e tifozëve janë pafund nga Po, gjitha. janë disa. Tani këta në çdo bisedë që është bërë, në çdo 2 përfaqësime që bëri Shqipëria në Evropian, më shumë se sa për skuadrën, nga më i madhi dhe kemi i vogël kanë folur për tifozët. Se realisht në çdo event ndërkombëtar, tifozët shqiptarë më të paqet, më të festivët, nuk krijojnë asnjë problem. Policitë vendase janë të gjitha shumë të kënaqura me tifozëritë shqiptare. Kështu që befas në Tiranë tani hajde ti qisim për jashtë taburrat se s'na duan tani që t'i krijojmë serbëve një klimë sa më pozitive. Po pse do t'ja krijojmë të klimën pozitive? Sepse në fush luhet me 12 veta. 11 janë fush dhe 12 janë këta që janë tifozë. Po pse çat keq e ka? Po qëse stadiumi do jetë zjarr. Po ne qëllimin të fitojmë kemi o burr. Unë të paktën ta bën mishi kokra ai stadiumi kur futesh atje. Po, ajo që them unë kanë thënë shumë futbollistë kombëtarë se ndër vite. Që kjo tifozëria ka një gjë të veçantë, ndryshe nga tifozëritë e klubeve ku luajnë apo vende të tjera, që kanë me pasion dhe ekipin kombëtar. Nuk e duan kaq shumë ekipet kombëtare në Evropë, në botë. Po të shkosh ti Barcelona, tifozët e Barcelonës nuk shkojnë kurrë me pas Spanjën. Po nuk shkojnë, por se nuk janë shumë të lidhur me të. Ne jemi shumë të lidhur sepse Shqipërinë, shqiptarët i ka identifikuar ky ekip kombëtar. Ky ekip kombëtar në këto vite i ka identifikuar, i ka bashkuar shqiptarët, i ka bërë një. Të gjithat janë teorik politike, dum, s'dum, do jemi, s'do jemi, njëri thotë jemi, njëri thotë jemi. Këtu jemi. Po, jemi. Dhe pa asnjë kufi, njëri është nga Presheva, njëri është nga Kubanova, njëri është nga Tetova, njëri është nga Prishtina, njëri është nga Suarega, njëri është nga Tirana, njëri është nga Elbasani, njëri është nga Vlora. Pra, kjo është i vetmi që bashkohet. States of Albania. Po. Pikërisht, po. Do të thotë që këtu nuk e ndalum dot bashkimin. Çfarë do thotë kjo gjë? Kjo gjë do thotë që ta njerëzit na përfaqësojnë ne dhe janë kënaqëri të gjithë dhe ndaj kjo skuadra është dashuria më e madhe sportive që kanë shqiptarët. Çfarë do të thoshe tifozëve kuqezi, nëse do t'i kishe përballë gjithë kështu? Ja sot, 6 ditë, 5 ditë para ndeshjes. Ky kërkoj falje. Asun s'kan forcë që asnjë s'ka forcë në këtë vend që të përmbysi bajrakun e Federatës Shqiptare të Futbollit, që t'i japë dyert atyre që ti vazhdoni për përfaqësisë edhe në këtë ndeshje.
Ti kërkoj falje realisht sepse është mund vjen turp që tifozët kombëtarë shqiptare trajtohen në këtë mënyrë të pandershme, jo korrekte. Ekziston mundësi që ata të futen në stadium? Po ata do futen, mëse nuk se ndalon me ti, nuk i ndalojnë dot. Ta thash dhe nuk i ndalon dot në Beograd, por i do të ndalojnë në Tiranë. Nuk ka shans për ta që ti ndalosh. Çështja është që duhet që ti të organizojnë këta njerëzit me flamuj, me fest, me gjëra, se jemi realisht në një natë historike për kombin shqiptar, jo thjesht ndeshje futbolli. Natë historike për kombin shqiptar. Po patyshim. Kjo nuk është ndeshje thjesht futbolli. Po sigurisht që nuk është ndeshje thjesht. Çfarë është kjo? Kjo është një përballje me ata të cilët kemi pas edhe i kemi ende njerëzit më të këqij që kemi pasur pranë nesh. Armiq. Tani armiq është po, jeni një nga popujt më të këqij ndaj nesh. Kjo është gjithë ideja, se ne shqiptarët nuk është se kanë armiq, shqiptarët nuk bëjnë armiq. Shqiptarët duan miq. Nuk jemi si racë ne, që raca jo nuk është një nga ato racat që bën armiq. Nuk kemi kaluar në një kufirin. Si jemi shkuar në shtëpinë e njërit, asnjëherë. Ata na kanë ardhur këtu. Po jo vetëm ata, na kanë ardhur të tjerë, po këta janë më të poshtrit, që na kanë ardhur, ka dashur me na marrë i pjesë. Ta kanë dashur me na marrë pjesë. Po sigurisht që janë më të poshtrit. Jo, po na kanë marrë i pjesë burr. Po lereve nuk ka marrë, po ti e di që në konferencën e paqes në Paris donin një rip nga Nishi, 1 kilometër të gjerë me dalje ndet në Durrës. E diti këtë? Edhe tha Wilsoni, ore tha çan këta, tha ç'a duan këtë dalje ndet. Tani, vinte ndeshja tani. Unë do doja ndërkohë të lutem regjia, kjo është bileta. Bileta e ndeshjes parë. Ti kishe bileta apo kishe akreditim apo gazetar? Akreditim. Edhe kjo është bilet kështu omazh. Sepse është 0 dinar. 0 dinar. Është falas. Është falas. Po. Është historike edhe kjo, ëh? Kush? Po. Pra atë që ndodhi po. Ani ti ke folur shumë për atë dhe unë s'dua të sjell edhe një herë ato, por e di çfarë do doja? Të lutem shumë. Thuaj një herë atë, dua ta kem unë kështu në sinkron. Ky është flamuri më i bukur në botë albane. Dgjoj, realisht janë ca gjëra të të shpjegoj një gjë. Ky është flamuri më i bukur në botë albane, u tha në një vend, në një moment, në një situatë. Dhe përveç asaj, ishin kryqëzohen ca gjëra. Dhe ti, ajo që thua ti që mund të jetë një gjë normale, për ne është normale për gjithë, merr një konotacion më epik, më bëhet më e bukur, i fiksohet më shumë njerëzve. Realisht qëllova në vendin e dur në momentin e dur. Pastaj me fillu më mburr që sa bukur. S'është ishte një gjë normale. Po ty doli nga shpirti? Ajo doli rastisht, tani realisht, po ajo që duhet të them është në situatën që ishim ne atë. Ishim vërtet në situatë shumë e keqe. Prandaj ajo që më revolton mua është që pse duhet të jemi ne të bëjmë ne si serbët. Pse du të bëjmë në organizime serbe? Ky është organizimi i ndeshjes në Shqipëri. Është version serb i organizimit. Version serb? Po sepse serbët bin gjithë forcat e ushtrisë dhe të policisë nga çdo cep i Serbisë për një ndeshje futbolli. Shqipëri s'ka kështu gjëra më burr. Pse më duhet të jenë këto gjëra? Shoh aty rreth qendrës stadiumit, po bëhen stërvitje burr, stërvitje, si do marrin masa. Ço më kjo turp i madh burr. Pas ke shumë inate me Dukën. Jo, mos kam asnjë person, nuk kam inat me asnjë person, se nuk është se janë këta të federatës për policia. Unë po them, është e egzageruar. Ora është egzageruar, po them, është egzageruar. Nuk kush e bën pastaj organizim? Ore, unë po them, policia shqiptare nuk mundet dot të angazhohet gjithë policia e Shqipërisë për një ndeshje futbolli burr. Sepse është fest, nuk është luftë, është fest. Po i po ndodhi për një gjë pasaj të kush më. Po pse më po të 1500 policë s'do ndodhje? Numri policëve e limiton ngjarjen. Ç'a do ndodhi? Po ç'a do ndodhi më burr? Po nuk e di. Ore, hyrjet e stadiumit, po ti shikosh janë me ca tornelo që i thon. Që një burr duhet që t'i kontrollojë kaq, s'duhen 2200, një tek. Foto tjetër dhe të flasim për formacionin dhe konkretisht për ndeshjen? Ky është. Ja, këtu desha ato. Ky është flamuri më i bukur në botë alban. Mund ta thosh një herë? Po, ky është flamuri më i bukur në botë. Nuk e them dot, të shpjegoj një gjë, nuk e them dot, sepse kjo janë ca gjëra serioze që thuhen kur mund të dalë. Nuk i thua dot. Po ti e kuptove se në fillim kupton asgjë. Kjo është foto historisë që dhe rezultati 0-0, flamuri atje, futbollistët ç'a këndi. Ç'a këndi burr. Kjo është foto më e bukur them unë asaj ndeshje. Tu nuk e di kush e ka bë, është Gent Shkullaku apo Torpostina, nuk e di njëri nga Gent Shkullaku. Se kanë qenë të dy unë me ata që kam dalë nga ndeshja. Po jo, po ç'a elementesh ka në një foto, tifoz, rezultati atje 0-0.
Flamuri dhe futbollistët në fush të habitur. Minuta 42 dhe sekonda 42 nuk e shef, Bravo! Minuta 42, sekonda 42. Po, do pyes tani kush e ka bërë këtë fotografinë. Është Egenti para Egenti. Egent Shkullaku. Po, Egent Shkullaku. Foto Reuters thoshim ne dikur në gazetën koha jon. Foto shumë e bukur. Kjo është foto e shekullit. Po. Po tani vjen e madhe shekulli po. Po jo, foto e shekullit, shikoj. Sa detaj ka. Të shpjegoj një gjë shumë të rëndësishme. Ky është momenti. Po. Se ndoshta se dini, për ata që nuk e dinë se masë shumë e dinë. Ky është momenti që pjesa më e madhe atyre që janë fush nuk po kuptojnë çfarë. Po. Nuk e din. Shif, edhe futbollistët shqiptar, shikoj, nuk është se Albani tha një helikopter në fillim. E morën. Tani thashu sepse askush. Po jo, nuk e di. Që gjutin një herë dronë, s'ka parë dronë. Po fare. Okej. Ajo që duhet të them është që nuk e shikonin, por edhe Ismail Morina, po ta vesh re, ky djathës tu është ai që ndërmbrojtësi i Serbisë, cilit ai ja uli flamurin. Ja uli ai me ndërgjegje. Po di pse e uli? Sa i shithe nga aq shumë larg, po të shikosh sa larg ishte ndaj mbrapa. Po. Është aq larg dhe drita, dhe ai ishte i bindur që Shqipëria ishte më të kuqe dhe Serbia ishte. Po, kjo e ke thënë. Dhe ishte i bindur që ja dërzoj, a i më tha mu ja dërzoj Lori Canës. Tash nuk ja ke dërzoj Lori Canës. Po ja ke dërzoj Në me të bardh ishim ne? Po, se ishin në me të bardh. Se nuk e shikote se imagjino nga dritat nga gjëra. Po sa e bukur kjo. Edhe prandaj e ka ulur atë, po në fillim realisht nuk e ka kuptuar askush. Edhe pastaj edhe tifozët serb, në fillim se merrën vesh sa ishte kjo gjë. Fillon duke dur të ketë gjithë se kujtohet se ishin një gjë atyre. Kujtohen një gjë atyre. Ti ku ishe në këtë momente? Unë tu jam... Pjesa këtej, tribunën këtej. Unë jam në të majtë. Gjithë gazetarët ishin në djathë. Po? Gjithë komentet ishin në djathë. Ne komentonim nga krahu i majtë, ku fiks ku është ai tuneli që futen të futbollistët. Isha atje me një dy gazetarë, një nga tyre ishte Jetmira Lila. Po, gazetari i kryeredaktori Panorama Sport. Tani në kryeredaktor në Top Channel. Dhe ndërkohë isha edhe me ca ja dy gazetarë që ishin nga Presheva, shqiptar. Gazetarë që ishin nga Presheva. Edhe madje me telefonin e njërit për tyre kam bën këtë gjë. Çfarë thua? Ose në Armara janë u shkëputën lidhje të gjitha. Si quhej gazetari? Se mbaj mend emrin. Se më mend, Jo. Do me telefonin e tij. Po. Me dini serb atë shkrimin. Po jo, më pse edhe një serb ja mora telefonin, unë mora gjithë telefonat që ishin aty se ra bateria. Po normal. Edhe serbi. Po normal. Ke fol me telefonin serbi? Po më mos sa të gjej ka telefonin se ça. Po do ti kapet 42, unë kapa këtë detaj. Tani, ke një send, një kujtim nga gjitha që ndodhi? Në një cop barja, në një cop... Unë, jo, të shpjegoj, ka kjo jo. Nga kjo jo? Sepse s'duhet të kem asnjë kujtim nga kjo. Nga ky stadium ke gabim këtu. Nuk duhet të kem asnjë kujtim nga ky stadium, sepse ishte një vend jo futbolli, jo paqe feste. Po të thotë njerëz që s'duhet të kem asnjë kujtim nga ky stadium, një person që në 20 vite nëpër gjithë stadiumet ku kam shku, përveç Bexhit që kam marrë për ndeshjen, brenda Bexhit kam futur dhe bar nga ai stadiumi. I ke gjithë ato? Po. Po pse sa bar me vetë? Nuk do ta thani, po jo. Shumë forca policie rrugës me qarkullu me bar. Si, Se kuptove këtë, le, nuk e kuptove. Shumë forca policie rrugëve me qarkullu me bar. Foto tjetër, se kemi goxha gjëra të bukura të. Tani, ky është heroj? Bala është heroj? Se ky e ka pi parë. Nuk, dëgjoj, të shpjegoj një gjë. Po? Heroj janë të gjithë që ishin në stadium. Por nuk është, dëgjoj, të quash heroj një person që bën një gjë instinktive për atë dheun e vet, por flamurin e vet, nuk është se është një gjë që ti të thush që e bëre vetëm ti. Cili do që do ishte aty ta bënte. Ta çunat janë për tu dordokit dhe për tu konsideruar realisht me respekt nga të gjithë, për atë që i doli përpara një problem dhe ata e zgjidhen në këtë mënyrë. Pra menjëherë pat një reagim shumë të mirë. Kjo gjë është shumë pozitive, bekimi, Lila tjerë, Loriku që po mes me marr gjithë pse nga doktori Bençeliku që është ai që shkon i merr flamurin pastaj dhe shkon ke stoli, nëse shikoni i videot. Po edhe Orges Sheja, po Xhaka, kishe frikë se dikush aty mund vdiste. Jo. Unë pastaj besoja që jo. Pastaj frika, dëgjoj, kur je në profesionin e gazetarit, futesh në një guac, brenda të cilës ti rrethon veten me profesionin tënd, dhe ti e bin që ty s'do të ndodhi asgjë. Edhe ti nuk mund të parashikosh dot negativitet. Ajo që kam bënë këtu ndeshje, e kam thonë pafund, po ta them, e them edhe këtu që
Mos flasim për Vukdaneshin se Po. kemi folur Jo, 2000 dhe nuk duket vetë si Xhaxhi veterani dhe më vjen turp. Ajo që kam thënë unë që në momentin që futën futbollistët brenda, 2 minuta më brapa, lidhet direkt e kam thënë, jam te korridori, po i shoh të gjithë, janë futur në dhomat e zhveshjes, nuk ka asnjë futbollist asnjë problem. Dhe kjo është një gjë që unë ndërkohë unë që ke tribunën lart, edhe një nga ato kolegë që ishte Ishte lart në fakt. Po si e theti këtë thamur? Po janë në shtëpi me njerëzit, prindërit, duke dëgjuar familjar. Çat, edhe tifoza, po sidomos se në momentin që ti sheh një gjë ngjarje, gjë parë që mendon prindit e futbollistëve. Vëzësit botra të futbollistëve. Po, edhe më njëherë thash që këta janë gjithë në rregull. Tani edhe po që se larg qoftë do ishin në rregull. Ajo që do merr vesh më vonë, po në moment është e ankthi i çdo familje, unë tani unë kam dhënë familje vetë dhe të gjithë njerëzit e mi, kështu që të gjithë ishin me ankth ai momenti. Aty në një moment kur u futën këto pjesa e tifozëve në fush, aty që realisht frika vetëm që ndonjë nga ato tifozët se mund të kishin një mjet, në thik, në gjë dhe mund ta godiste. Mund të godiste në një. Po me rripa s'ka çfarë të bëjmë. Jo me tokë. Po pas nuk e çon në ekstrem, po them mendova që në njëri me një thik mund të bënë. Po, s'ça bën atë ai kafshon Lorikut gishtin dhe se alçonte nëse ke vëre ka fotografia që Loriku godet dhe se alçonte gati ja ka thy gishtin. Po, i doli komplet nga kontrolli, kjo është gjithë problemi. Ata se kishin në kontroll ndeshin. Pavarësisht se kishin 3500 forca policie, prap i doli nga kontrolli. Po, i futën gjithë tifozët në fush. Foto tjetër. Ecim. Ja, kjo është pak a shumë me thënë, ky është flamuri më i bukur në botë alban. Efekt. E kalojmë se e komentuam. Ismail Morina me gjithë nipin e vetë ka bërë. Ku është Ismail tani? Në Itali, vazhdon jetën e tij në paqe, me gruan e tij, me 4 kalamaj. Sigurisht. 4 fëmijë. Po, sigurisht më flas gjithmonë në telefon, nga ajo ditë kam bërë mik. E ke mik. Ku e ke takuar? Besoj që duhet ta kemi mik të gjithë, me thonë drejtë. Po besoj, po ti e ke më të veçantë. Unë kam më të veçantë se kam ditë shumë. Do nga intervistat më të bukura që po jo, unë e kam bërë ditë. Intervistën e vetme që bëri, pastaj më mbrapa bëri sa dush, po ja bëm intervistën pritëm derisa të jepet vendimi i UEFA-s që ta transmetonin për të respektuar çdo gjë dhe po i zotëri Burga i fshat shumë simpatik Shikaj, që është në Kukës, në fund kur shkon për Kukës. Ka shku dyre. Ke liçeni Kukësit në fund Majtas, në fund liçenit është fshati Shikaj. Një familje zotëri, njerëz. 4 fëmijë ka Ismail Morina. Po me një avokate italiane është martuar, jeton. Avokate italiane. Jeton Legnano, apo Castellancës, pran Malpesa. Mos u thoj që një nga fëmijët ka një emër kështu që lidhet me. Se di nuk e di emrat e kanë më thënë drejtë. Tani, vim me këmbëtok tani. Jemi kjo është tabela. Çfarë do ndodh? Si e shikon rezultatin? Kemi një shans që të shkojmë botror? Ne kemi shans të luftojmë për të shkuar botror. Anglia ka shkuar botror. Edhe nuk diskutohet fare. Ne kemi shansin që të mundim Serbinë dhe të shkojmë të dytët. Të dytët pastaj të shkojmë në. Do të thonë nëse ne nuk mundim Serbinë nuk kemi asnjë shans. Jo, shkojmë ta mundim Serbinë pastaj. Po. Të kishte. Më kollaj mundim atje në Shqipëri, me thënë drejtën. Po. Me vërtet e ke? Po, se edhe skuadra serbe, kundërshtari numër 1 të vetin ka tifozët e vet. Po. Ai presioni shumë. Po jo s'është presion, çështja se ata janë jashtë kontrollit. E kuptoj. Janë jashtë kontrollit. Po të shkosh ti, kombëtarët serbë është çfarë organizuar, kjo hotel janë hyrë dalin gjithë gangstera, shumë problem. Vare. Huligan. Po. Do të thonë ti thuaj që ndeshja në Beograd për ne është më avantazhuar për rezultatin se sa këtu. Besoj që po. Po këtu keni një parashikim sa del? Unë besoj që kjo ndeshje do zgjidhet me një gol 1-0 nga Shqipëria dhe uroj që të gol ta shënoj Mirlin Daku. Daku, po pse ka janë 1000 motive më shumë se të gjithë. Pse? Çfarë motive? Që ta nxjerrë atë tatuazhin e vet. Çka ka ai tatuazhi? Aty heroi të UÇK-s? Po. Fakt, ideale ndeshja do kishte qenë, të ishte qenë mbushur me gjithë tifozë nga Prekazi, për shembull. Do ishte qenë gjithë të organizuar, që këta janë tifozët sot që kemi ne. Sa mund ta bëhet Dritan Shokoxha presidenti? Jo, nuk mund ta bëj, po jo atë se po të asnjë. Po që bëhem ideale do. Foto tjetër të diskutojmë formacionet, besoj kemi. Po. Tani thash pa që Mirlin Daku do të shpeshoj shumë që ta shënonte golin. Po ne kemi një kështu për formacionin zyrtar. Nuk e di, këtë e di trajneri. Sot ka filluar tamam Servitjen. Po. Kështu që e di trajneri, këto janë punë të trajnerit. Kemi super trajner, kështu që duhet të respektojmë. Kemi super trajner? Po sigurisht që kemi shkumë në Jo, më ngritet topin për të bërë tani, ndeshje me Serbinë. A është trajneri i dur se aty duhesh një shqiptar. Ai është brazilian. Ku e lidhe, ku e ndjen ai sinë? Landi, kjo që thua ti është kur luni me lagje, që këtë radhë nuk do
luni tani në fund fare duhet që të jetë profesionalizëm i ndeshjes, nuk duhet të jetë thjesht se ne jemi pjesa tifozit, siç jam unë apo siç je ti, apo siç do jenë ata gjatë stadionit. Ne jo, ne jemi tifozit, duam sa më shumë të karikojmë skuadrën, por në fare duhet një gjak ftohtë që ta vendosit të luajë mirë, se ata nuk është ata në fund fare këta që sheh këtu do të luajnë futboll. Në fund fare nuk mund të luajnë grushta, nuk është për të me grushta kjo gjë, është me luajë futboll. Po, serbët e mendojnë që mund të luajnë edhe me grushta, ne kemi vetëm futboll. Tani një pyetje kam unë. Te portierët ti ka një problem Shqipëria. Kush është problemi? Tani Strakosha nuk ka treguar formë të mirë. Po jo, çfarë? Unë flas me modesti, tani ti je kompetent këtu. Tani shpjegoj një gjë. Po. Tani, këtu kemi Elan Kastrati që po luaj shumë mirë, Strakosha që po luaj shumë mirë, ka pas vetëm 2 muajt e fundit ka pas edhe i problem dëmtimi. Prandaj ka pas një rrëshqitje. Sa gola çuna në 30 metra nga 40 metra. Alen Sherrin, po tisha ashtu ti Fabian Bartesi që ka dalë kampion Evropë, s'do ta kishe lënë me luta skelagja jote, po. Kush është më mirë, Foto apo Thomas? Me shihet e mia është Foto. Bravo. Po me shihet e atyre që kuptojnë nga futbolli, jo puna ime, se unë kam shok. Është Thomasi se Thomasi ka pas një moment një vlerë prej 50 milionë eurosh kur ishte te Lazio. Kështu që tani po çfarë kam po, edhe ta prekësh një herë llafi shumë çakizi që mundën gol. Ta prekësh një herë fjalë e madhe është apo. Tani mos i marrim gjithë me radhë se nuk ka se ka kuptim. Atëre, pyetja ime, Armando Broja, si e kemi? Sa ty kemi? Është mirë fizikisht, dhe ndoshta ky është nga momentet e para që ai është mirë shumë fizikisht. Është mirë. Po, dhe shpresoj sepse një lojtar si ai ta ndryshon rrjedhën e lojës nga momenti në moment. Kemi një rast që për të parë në histori, se ti i ke natë këtë, por Cristiano Aslani luajti në finalen e Champions League. Mu bëhet shumë qejf, kam shkruajt edhe Cristianit, kam shkruajt pavarësisht. Pash një status tënd, një koment në një status. Po, jo, po unë edhe Cristianit kam shkruajt personalisht që pavarësisht rezultatit, ai do të jetë krenar sepse për herë të parë një shqiptar mbrin në 2 finale të Champions League. Ke dyta dhe luajti për më. Që do të thotë që është një arritje jashtëzakonisht shumë e madhe e Shqipërisë. Vje kishte kishte po gati të flamurin, e kishte prindit e vet ishin me flamurin në stadium, familja vet po. Me kuqezi. Po sigurisht që Kristiani është nga Elbasani me origjinë, familja e tij që ka jetuar në Elbasan, ai ka lindë në Elbasan, kështu që flasin për njerëz të lidhur me dhënën e tyre, të lidhur me ngjyrat e vendit të tyre. Po kur mori atë të vendit dytë, nuk kishte flamur. Okej, po ke vendi dytë pastaj nuk mendon njëri këto gjëra. Okej. Tani një pyetje, ore pse se futë Ernest Muçi ai? Tani na thoi fjalë këtu mos mund triplon. Dgjoj, të shpjegoj një gjë. Po ta kemi informacionin e bëjmë me 18. Unë s'di ta ndaj këtë punë. Me 18? Po ta kisha ndonjë. 11 janë ato. Po Muçi mendoj që është një nga talentet më të mëdha që ka futbolli shqiptar. Po e çuditshmja është që nuk e di se pse nuk di ku ta mçevin Muçin dhe kanë se vjedhë me qesh. E kanë vënë edhe ke lista me sfushorëve. Muçi është sulmues. Po, bravo. Se e fut aty. Se s'di ku ta mçevin. Ka një problem. Se tani i bi. Ka një problem. E kanë fut aty që mos thonë që Shqipëria ka besfushora i sa sulmues. Po nuk ka i sulmues se di gjithë një. Ka një problem kombëtare me Muçin. Se di, ndoshta jo është një shije trajnerit, të themi gjë. Shije trajnerit? Po, trajneri mendon kështu. Sikur ngeli ajo shija kështu si sallat. Tani dëgjoj. Sallat ruse. Ajo që di të them është trajneri është ai që vendos. Ai është njeriu më i rëndësishëm që kemi për drejtimin e skuadrës. Dhe për mendimin tim në këtë çast, Shqipëria ka trajner më të mirë në botë. Se ky është trajneri më i mirë në botë, ai që kemi ne sot. Tani flamuri më mirë në botë, trajneri më i mirë në botë. Jo, trajneri më i mirë, dëgjoj, për mua futbollisti më i mirë në botë është Cristiano Aslani që los për Shqipërinë. Un për mua, mos po them që është për gjithë dynjan, un nuk e se jap mendim, un nuk e se jam ajo statistika e Universitetit të Massachusetts që thuhet që 63% mendoj kështu. Un mendoj që neve kemi Silvinion që është një super trajner që na çon evropian. Tani pastaj këta që kanë fituar, këta shqiptarët, bashkëdhetarët e mi dhe tut që janë fituar në të gjitha fushat e jetës edhe në çdo vend janë në vend të parë të gjithë, edhe hajde na zgënjeu ky që na gjeti vend dytë. Po tani Shqipëria shkojnë evropian. Berat Gjimshiti është kapiten, po është lider? Është lider, i vërtet, po padyshim. Si Loricana? Si Loricana është vetëm Loricana. Dhe vetëm ai Loricana i atërshëm, jo i ky tanishëm. Po jo, ky tani s'më kupton. S'më kupton, ishte lider varet nga natyra. Loriu flet më shumë, ka qenë më motivator, më karikë. Më inspirues. Po, më inspirues, po. Tani bashortën ky Berat Gjimshiti ka serbe. Po ne me këto tan budalli që tani janë familje, nuk i ka 100% serbe. Sa 100%? Varja. Sa përqind është? Me këtë bëj tifozlik ajo. Po sigurisht me burrë vetë burr kotën.
Me Shqipërinë? Po sigurisht. Tami Kona tha me Serbi do bëhe. Po Tami do bënde me Greqinë? Po luajti Shqipëria me Greqinë? Tami do bënde me Shqipërinë dhe jam shqiptar, tha. Tami tha jam shqiptar, tha. Tami vazhdo ta kërkoj çash, po do ta gjej një ditë. Replika. Megjithatë e morë vesh kë kishte baba biologjik? E morë vesh? Koço Qëndro, aktori Korçës, ai që Alex Zinca, nëse të kujtohet, është babai biologjik i Tami Konës, se zbuloi këtu për të parë publikisht. Çfarë thore? Po. Ai është babai im biologjik. Okej. Bëhet shumë qefi. Okej, e kuptova. Kemi në kështu nga Yasir Hasani pritshmëri? Ora kemi nga të gjithë, mos i marrim të gjithë një nga një. Okej, foto tjetër. Kemi të gjithë. Tani këtu tani, te serbët tani. Ky trajner unë më mend futbollist, ka qenë shumë i mirë si futbollist. Po. Shumë i mirë. Dragan Stojkovic, ha? Po, shumë i mirë. Ka luajtur me Olimpikun mos Po. Ka qenë atëherë që se thonë gjithë tani që Olimpik Marseille fitoi Champions League, Olimpik Marseille ja hoqën Champions League. Nuk e fitoi. E fitoi fush, po trofeun se mori. Ja hoqën. Po. E dënu. Tani, nga kush kemi më shumë frikë? Nga kush duhet kemi më shumë frikë? Kush është futbollisti më i mirë këtu? Se vetëm nga një klas grup njerëzish kanë frikë, nga Zjarfiksit. Këta që du me shujt pasione nga asnjë nga këta, nga asnjëri. S'ke frikë fare nga Dušan Vlahović? Pas një më nga asnjëri. Po më mirë për blindesh, po Berati është me Atalantën ka luajtur më mirë se sa ai, edhe është më lart në klasifikim se ai. Çfarë do të themi? Është Atalanta më mirë. Përgjigje mend. Trofeun e fundit italian Kupave të Evropës, trofeun e fundit Kupave të Evropës të italianëve, trofeun e fundit e ka ngritur Berat Xhimshiti, se ka ngritur Vlahović. Tani me fort drejt tani. Ai ka karakter të keq, ai do kesh probleme në fushë, ky Vlahović. Po unë ke shoqëri me babain e vet, ke all, e ke. Jo, e kam parë me Juve që u kthetë me tifozave. Inshallah do zoti në minutën e 5 bën një veprim idiot edhe del për jashtë të kuqe. Kjo ishte e bukur. Po Pavlović ke kështu? Nuk du me mos më merr këto fare mëse nuk ta them edhe herë, vetëm një gjë kam problem. Vetëm ta që duan me shujt zjarrin e tifozëve. Ku do shikosh ndeshjen ti? Po se di ku ta shikoj, ndoshta ta shikoj edhe në televizor. Besoj që me shumë qejf kam bërë. Tansha Hoxha do shikoj ndeshjen në televizor dhe nuk do shikosh në stadium? Pse çfarë do shikoj? Më një lloj është. Ja, në vitet e 80 unë tifoz modest, më them, kur e shikonim ndeshjen në televizor, Dinamo, isha tifoz Dinamo, thoshte që nuk quhet, duhet ta shikojmë në stadium. Jo, quhet. Se këtu e shef me 10 pamje, e shef kneja nga me përsëritje, është shumë bukur. Tansha Hoxha, ndeshjen me Serbinë do ta shikoj në televizor si shumica e shqiptarëve. Po, foto tjetër. Ky është skandal. Kush është? Okej. Ky këtu kur kemi me ne. Po. Ë? Se shumë foto vjetër, është ky Branislav Ivanović akoma. Po, është një foto do një nga kombëtarët e se aty është Jović. Po fare me çfarë gjithë to fotografia, bëjmë ne pyetje pa fotografi se do më duhet të në studia e Man Shkullakut. Aty të Gend Shkullakut. Po mirë, Gendi është. Ja, ti mbarojmë fotot se ka foto tjetër duhet kombëtare e Shqipërisë. Jo, prit pak, këtu ndalo këtu tani mos tani ka marrë malli të komentosh bashkë me këta? Më shijon që i shoh që komentojnë akoma në televizor dhe më pëlqen njëkohësisht. Të shpjegoj një gjë, e kam bërë shumë vjet të punë, e kam bërë 34 vjet. Dhe shumë që të marrë malli, dhe shumë që të thesh mbrapa. Apo mendon që kam gabim. Kështu që realisht po ta them. Tani presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i tha në një takim kombëtarës Stojković i tha, shko në Shqipëri dhe fito. Duaj koment. Se është kjo pjesë e portalit që du të me gjetë se zbone i gjohë me frykë. Ishte një miting për një event, nuk di që event ishte nga do që bëjnë në një qytet X. Dhe ky presidenti i Kosovës ishte presidenti i Serbisë ishte në një nga këto mitingje që flasin dër për punët e veta, dhe ndërkohë diku mes popullit dhe shikon dhe këtë trajnjerin, dhe thotë, ti thotë, se kete ndeshje Shqipëri, thotë, shko fito atë ndeshjen, kaq. Jo e karikoj, jo shkoj i tha kështu, nuk i tha asgjë. E pa aty. Po është ashtu, është edhe me video, po duhet ta shikosh Google-oje video dhe gjë. Si ishte, ai ishte kështu video. Apo ke njëun? Jo, ne lajmin e kemi marrë sikur kishte takim me ekipin. Po e video, po them shikoj, është video. Nuk ka qenë me. Po është në internet, do ta gjejmë në video. Është një video në internet ku ai burri është në një miting dhe e sheh atë atje dhe për të marrë protagonizëm vetë që thotë që kush vjen mua këtu edhe trajneri i ekipit kombëtar, saktë batutën. Po çfarë më kot bullalliqe. Okej, foto tjetër.
Kjo është kështu, aq e bukur, më pëlqen shumë. Shumë, po. Ë? Kush e ka bërë këtë foto? Genti, më duket. Jo, Të gjithë me kufje. Kjo ka qenë skuadra që komentuam kampionatin evropian, që bëm evropianin 2016. Kur mbaruat bët foto? Nga ana mediatike ka qenë, jo, kjo është para se të ta. Para? Po. Kjo ka qenë një nga po të them realisht një nga eventet nga ana televizive, sigurisht skuadra e tifozët padyshim e gjëja më e bukur, po nga ana televizive për kohën ka qenë eventi më mirë i organizuar ndonjëherë, sidomos nga ana teknike. Për kemi pas lidhje direkte nga çdo cep i asaj pjesës së evropianit në Francë, në çdo vend kemi pas lidhje direkte, në çdo stadium kemi pas 3-4 lidhje direkte në të njëjtën kohë paralel, gjë e cila për shumë njerëz sot duket normale, po në atë kohë ishte e pamundur gati. Kështu kemi bërë një realisht, ka qenë, kjo është skuadra më e mirë që ka qenë mediatikisht, përse përket. Kë vlerëson më shumë këtë? Po të gjithë nuk du me vlerësua asnjërin. Se ke qef. Po jo, nuk du me vlerësua asnjërin, sepse realisht janë gjithë, ka qenë një top team që bëri realisht sukses. Po, që bëri sukses dhe histori në pjesën mediatike, po ishin kohët, shpesh skuadrat e mira i prodhojnë kohërat e mira. Ishte koha dashuria shumë e madhe, kualifikimi i parë i Shqipërisë, Digital ishte në momentin e vet më të mirë historik, kështu që pastaj gjërat sigurisht që gjithë do marrin merit, sigurisht i bëm ne, por nuk është se i bëm ne, i bëri koha dhe ne ishim në atë kohë duke dhënë aftësitë tona profesionale për të mbërritur. Okej, foto tjetër. Tu jemi atje je. Në Evropian je këtu. Po. Me Çimuçën. Bukur. Nuk jam në Evropian me Çimuçën. Nuk je në Evropian këtu? Pse kam përshtypjen? Tu është kur Barcelona fitoi Champions League përballë Arsenalit. Kemi qenë të vegjël. Ishte i vogël këtu. Po, ka një jetë kjo. Kjo gjë, shumë kohë. Barcelona me në mos gaboj, po 2006-ën. Ja, është muri i Barcelonës aty. Finale 2006 është finale 2006 Barcelona Arsenal, fitoi Barcelona me rezultatin 2-1 në mos gaboj. Foto tjetër? E njëta? Më. Sat, çeke sat? Ku i ke gjetur këto? Sat Plusi. Po, Sat Plus. Ku i kam gjetur këto? Po kam arkivun. Si? Okej. Shako Hoxha ke 34 vjetë, mos kem fotot e tua. Unë si kam për shkakun, unë të se di që e kam. Ti ja punore, unë si kam për t'i futur në xhep. Ja, prandaj kam. Çimuça. Po mi këtë skuptojnë tani, ky francez ju filmon ju? Se kanë ndryshuar kohët, se shumë kanë ndryshuar kohët, të shpjegoj një gjë. Neve për të bërë 10 minuta live nga stadiumi, pagonim $2.000. Pagonim $2.000 dhe orari që kishim ne, për dalë, ishte në 6:15. Ndeshja fillonte në orën 9. Dhe ne regjistrojeshim lajmet me sigël. Sigur ishim live. Sigur ishim live. Pas ke gënjur popullin. Jo, zbukuruar. Dritan Shako Hoxha nuk gënjen, po zbukuron. Ai titulli i filmit vitet 80. Egjiptian, po. Egjiptian. Kështu që du të them, ne bërim të lidhje direkte. Këtu ka qenë një histori shumë e bukur se unë të udhëtimet atëherë në Klan i bëshim me Çimuçën, po dhe me drejtorin e marketingut të asaj kohe Eptan Lohja, që ishim shumë miq bashkë. Domethënë aktori të filmit në Shqipëri. Ku kam arritur këtu poshtë. Po. Ky stadiumi, Stade de France, është aq i lartë sipër, se i bëmë 40. Edhe kur kam arritur këtu poshtë, sa kam arritur 10 minuta pas të bëj intervista, i them Eptanit, e di që kam gabu, i thash, po kam marru atë logon e mikrofonit sipër atje. Dhe ti e di si funksionon televizori, që nuk është se thot njëri si e arove, po shoh vetëm njëri që fshu ikën me vrap, hypën 10 shkallë dhe vetëm vjen, ma udhë atë dhe Eptani do t'jeti shtring këtu përbara, se s'ka qenë duke marrë frym. Po, për duke hypë sipër shkallë atje, dialoshi me kaposh, me këndes, si thoshim Korç. Edhe realisht janë ca gjëra që ndodhin në televizion, por çon si ka. Mos na flasi për këtë ndeshjen. Okej, foto tjetër. Shiko, ja, s'u pëlqen shumë të foto, po sipas që do të jap. A pra tani mos na bëj. Foto tjetër. E njëjta me Mondlaçi. Ora kush Mondlaçi po? Legjenda Mondlaçi, Legjenda, ku është Mondlaçi? Mondlaçi jeton në Pekin.
Në Pekin, Po, se kam takuar para vajza e tij, një nga vajzat e tij punon në ambasadë atje, mund të angazhuar për ca projekte në Kinë, është një nga personazhet e mediatike që ka shkruar historinë e medias shqiptare ndër vite, kështu që krijoi atë që një nga gazetarët më të mirë. Krijoi atë që konsiderohet si gazetaria e kronikës zezë, që nuk ekziston në Shqipëri, krijoi Edmondi, po Mondi ka qenë fillim gazetar sporti, dhe ngeli gjithë jetën gazetar sporti. Po ti e di që Mondi ka intervistën e jetës ata dy që u varën në Libësh gjysmë ore para se t'i varën. Jo, nuk e di këtë. Nuk e di këtë? Unë di që Mondi... Asnjë gazetar nuk ka bërë këtë. Domethënë, gjysmë ore para se t'i varën ata, ke parasysh foton e madhe mes të fierit. Domethënë, Mondi ti intervistoi dy ata dhe jo intervistë, po që njëri i tha që mua më fshinte gjërat mamaja, unë vithja, babi nuk ti merrte vesh babi më vriste. Mamaja më fshinte dhe gënjenin babin. Ai bëri fajtor maman. Jo, domethënë dhe aty dori lajm. Mondi kishte edhe një gjë që Mondi ishte i pari që punton shtypshkronj. Po, shkruante në gazetën Sporti dhe u bë gazetar sepse punonte tek shtypshkronja. Më ka thënë Carlo Bolino, i vetmi tha që shkruan lajme tha. Po. Ç'është ky tha që shkruan lajme tha. Super talent i gazetarit. E përshëndesim Ondlaçin nëse na shikon atje në Pekin se ka lënë gjumë në gazetarinë shqiptare. Foto tjetër. Tu thash një batutë më të bukur. E para që ky është krenaria e shqiptarëve kudo që të jenë tani Real Madrid dhe Milan janë dy top klubet e botës. Tani njëri nga këto të dyja është iglitare, shqiptarët kanë qenë pjesë më e madhe tifozë me Milanin, për shkak të periudhës që Milani pati suksese të mëdha, po edhe për shkak të ngjyrave kuqezi që na kanë tërhequr çik më shumë. Tani kishte një batutë bukur për këtë që Milani ka drejtorin i shqiptar, kurse Shqipëria ka drejtorin teknik italian. Edhe ka emrin Tedesco. Edhe morëm që do na bënte një kështu revolucion, edhe gjithsesi në 3 ndeshje 17 vjeçarët në vizionin e këtij që kemi marrë drejtori, këto italianëve që kena marrë. Në 3 ndeshje nuk ka buar asnjë që të kalonin 5-0. Në të 3 ndeshjet, pa nuk u bën asnjë si Interi, të 3 ndeshjet nga 4-0 u mundën. S'u mundën asnjëherë 5-0. Po që janë sforcuar dhe pas ndeshje dhe nuk u ndjeva fare mirë. Çfarë si ka? Tani do të them që Igli Jo, e di pse thash këtë, sepse ata fëmijët, ata 17 vjeçarët kanë folur kundër trajnerit, besoj di këtë lajm. Nuk kanë folur, kanë treguar të vërtetën. Çfarë si ka? Kanë treguar të vërtetën. Po, ajo që do të them është që Igli është realist, krenari i gjithë shqiptarëve. Unë sigurisht edhe unë e maj mend që të vogël, baballarët kanë qenë në klasë në shkollë, janë rrit bashkë. Isaj me Mikadon kanë qenë në klasë. Po. Edhe janë shumë tjetër, madje bën edhe një grup nga këto oficerët e vjetër dhe prindit, po një drek, kështu që festuan bërjen e Iglit drejtor të Milanit. Prit. Do thënë babai i Iglit dhe babai i yt edhe të shokët e tjerë kanë bërë një festë që Igli është bërë drejtori i Milanit. Po, sigurisht. Sa e bukur kjo, sa e bukur. Po është shumë private, kështu që nuk ta tregoj dot çka kanë ndodhur. Po ajo që do të them është që Igli do ta ngrijë, përse do ta kthejë edhe një herë Milanin të madh siç ka qenë. Je i sigurt për këtë? Jam 1000% i sigurt, sepse Igli ka krijoi një bagazh shumë të madh në eksperiencë në këtë fushë në periudhën që ishte te Lazio. Igli pa një buxhet madh, pa buxhet madh, me klub me borxhe, me klub me presione të jashtëzakonshme të tifozërisë. Igli pjesën më të madhe ka qenë i shoqëruar nga policia, se tifozët nuk ishin dakord me presidentin e tyre se s'u jepte bileta, probleme idiote italiane, dhe arriti që futbollist gati anonim ti bënte hyje, trajner gati anonim ti bënte hyje. Të Inzaghin që shikoni këtu ju, të Interin, e ka bërë Igli. Edhe që ka 23 milion, e shpo vetëm sigurisht, që ka 23 milion euro rrogën tani, që do ta marrë ky ekipi arab. Ky Inzaghi shkoi 2 herë në Champions League, që fitoi kampionatin italian. Igli ishte e mori nga ekipi e futi në trajner të ekipi Shpresa i Lazios, pastaj nga ekipi Shpresa i Lazios e bëri trajner të Lazios. Kur gjithë ishin kundra, e mbajti edhe një sezon prapë trajner i Lazios dhe u bëri trajner i mod që është sot. Ndërkohë trajneri tjetër është Pioli. Pioli edhe gjithashtu Igli nuk se e mori ke Real Madridit. Po Pioli shkoi bëri trajner dhe nxori Milanin kampion. Ajo që do të them unë është Igli ka ardhur Milano me sukses edhe më përpara. Pa ardhur vetë ka ardhur sukses i tij. Pse? Se ka se 2 trofet e fundit që janë fituar Milano, janë fituar nga 2 trajnerë që i zgjodhi Igli. Që do thotë që i zgjodhi, por nuk i zgjodhi të suksesshëm. Tani kjo rroga 800.000 euro, kjo nuk është rroga 800.000 euro, është shumë, po çfarë si ka? Jo, se po jam tani kolegu jona tha këtu. Vajta ti e tha, po me një rrogë 800.000 euro tha. Ama këta budalliqe tani. Tami kona e tha këtë. Amon të lutem mos thashë. Lejetën, amon. Okej, amon ne jemi ata njerëz, ne të dy. Jemi ata njerëz, apo ky popull jon jemi ata njerëz që Bollaki arrit me gjeti bilet me pa Milanin, do ta vëjmë kornizë siç ishte kjo bileta që ke ti. Sigurisht. Tani ti je drejtori, burr, është drejtori i AC Milan.
Është super top klub në botë, super top klub në botë. Tani, tifoz me Milanin, tifoz me Partizanin dhe sigurisht me Kontaren. Tani kjo e ka ndjekur kjo uniforma e kuqezisë. Të shpjegoj. Igli nuk ka qenë tifoz me Partizanin si fillim. Igli ka qenë futbollist i Partizanit. Po, futbollist. Tifoz ka qenë me Flamurtarin, që ti jemi kështu sakt fare. Ta Igli është rrit te shtëpia e gjyshes vet në Vlorë. Që besoj e di që mama ne ka nga Vlora. Nga Vlora? Po. Më kam qenë në klasë me Urontaren. Po, okay. Shoku i parë në shkollën e mesme, kam pasur Urontaren. Dhe vazhdojmë misin akoma. Po, unë ndam pasaj sa ashtu vinin ndashin klasat, po. Po, ajo që du të them është që Igli ka qenë tifoz me Milan që fëmijë, se normal që po t'ishe vlonjat, do ishe se s'bën tifoz me Milan. E kishe inkludit. Po edhe fanella më burr, ti shifre fanella jote, fanella Milanit janë një lloj. Normal që do ishim ata. Një lloj. Bëhesh gati instinktivisht. Në periudhën që filloi me pa Igli futboll, në atë periudhë ishte periudha që Milani me Rudgurit dhe me Van Basten ishin yjet e botës së burr, dominonin botën. Filloi cikli i jashtëzakonshëm i Milanit. Po, ajo që du më thonë është Shqipëria ka fanellën kuqezi. Igli nuk ja falte vetes që humbi okazionin dhe kishte frikën që nuk do të rivinte më ky okazion. Sepse Maldini e mori, dy net Igli nuk flinte gjumë, që ti thoshte po, vetëm për korrektesën e Elacës që ndonjë përsërit Elacës. Po Igli do të kishte ikur, se Maldini që po përtasin Maldini e kërkoi Iglin që të vinte te Inter, te Milani. Maldini këmbguri shumë që të vinte Igli te Milani. Pastaj Igli gjatë kësaj periudhës reflektive se ishte era parë në jetë që filloi të unet me shoqëninë, me të shtëpisë, vinte, takoheshin. Bënte një jetë normale. Mori frymën çik një 2 vjet. Ishte vetëm në periudhë ka refuzuar super top klubet e Evropës, gjysmën e klubeve të Gjermanisë ka refuzuar, gjysmën e klubeve të Italisë i ka refuzuar. Me elegancë sigurisht, sepse ka qenë i bindur dhe ka bërë shumë mirë që do t'i vite kjo që erdhi dhe realisht ne do të jemi të gjithë krenar që një shqiptar është drejtori i Milanit, sepse realisht mbi të gjitha mos harroni që të jesh drejtor në një klub të nivelit lartë bën vetëm nder Shqipërisë dhe rrit vlerën e çdo futbollisti shqiptar kudo që është. Më dhe mos abisni që shpejt në skuadrë do jetë ndonjë futbollist shqiptar. A se këtë do? Po sigurisht do ketë. Kë parashikon ti se ti nuk e di. Unë besoj që Milani do ketë futbollist shqiptar, mos ta shfrenoj fantazinë, po ndoshta Zhegrova. Besoj që mund të. Por ai këta kombëtare sonore. Po Zhegrova, se kujt është kjo Zhegrova? Po shi kombëtare të Kosovës. Profesorë tonë është e burr. Po çfarë thonë se Zhegrova sigurisht është dhe Joni, më pse çai kujt të dyja tonët janë më pse çfarë? Po se thashëm këtë që ai është shqiptar, unë thash që është i përfaqësues të Kosovës. Po jo më çfarë i përfaqësues të shqiptarëve, o burr. Si u përgjigjesh atyre se ti ke bërë shumë gjëra në jetë që mua më kanë pëlqyer dhe ti e di këtë, po atë që ti u ke kthyer përgjigje atyre për kombin kosovar është një nga gjërat që ti meriton një dekorat vetëm për ato 3 fjalikat. 3 fjalik. Çdo kush shqiptar do ta thoshte. Që është pak e qartë dhe i qetë. Tani, budalliqet janë mbetit nga periudha e Jugosllavisë, shumë njerëz janë nostalgjik. Nostalgji mund të jesh për gjëra që mund të kesh kaluar me shqiptar, po jo me serbët. Po Shqipëri ka një nostalgjik për Enver Hoxhën, kundërshon, aty është. Po të paktën ai ishte këtu shqiptar apo jo për serbët, ai thotë demi kom kosovar. Po budalliqe. Kjo është teza më e ndyrë. Po budalliqe. Janë budalliqe, janë ca budalliqe. Fal Zotit janë moshë e madhe, edhe po fillojnë kanë si fillim po themi kanë rrjedhur, pastaj do të themi që u ndan nga ne, kështu që nuk janë niveli ulët shumë. Janë njerëz cilët nuk e thon dot atë gjën, duhet bën interesant vetëm duke thënë atë gjën. Se nuk kanë asnjë argument asnjë gjë. Janë aq shumë budalliqe sa me fjalë ai burri që thotë atë fjalin, babai vet, kërkesa e vetme që ka pas kur italianët pushtun gjithë zonën tu, ishte vetëm një gjë kërkonte që kërkesa vetëm ishte që na sillnin mësues sëm shqip, nga Shqipëria, sot mësues nga Shqipëria. Abdyl Matoshin. Po jo më nuk e njohun babain atit më burr. Po thon baballarët e tyre. Brezi baballar. Po, sepse në atë kohë ka qenë një masivizim dhe janë ca gjëra që kanë data skadence. Edhe Shqipëria kishte flamurin me yll në mes. Edhe ishte gjithë që do ishte gjithmonë. Jo që s'është më. Edhe po tani që po e them mund të gjën, thotë shumë njerëz mund ta dëgjojnë këtë gjë, jo, ku ka pas Shqipëria flamur me yll.
Po ka pas. Po, du të them që edhe në Kosovë, po ky burri, ore ky burri apo disa burra si puna këtij përloteshin kur shifshin dhe flamurin e Jugosllavisë. Po s'është më ai flamuri. Çështja është që ti duhet të kesh një identitet të përjetshëm. Identitetet e përjetshme janë gjëra me rrënjë, nuk janë gjëra që duhet të ketë një rrënjë nga rrjedhë gjë. Dhe nuk është thjesht shija dhe personale. Se të njëjtin flamur që ka ai djali, ai burri, ka edhe ata serbët që janë në Grashanic. Një flamur kanë. Edhe ata ke pasaporta vetë të njëjtin flamur, ke targat të njëjtin flamur kanë. Po gjëja që na bën ndryshe nga serbët që janë Grashanic, apo ndryshe nga serbët që janë për fshatrat e qark Prishtinës, që jetojnë akoma. Dhe jetojnë paqe, se po të ishin qenë serbët e tyre do ishin luftë, po se janë shqiptarët që udhëheqin nuk janë luftë ata. Këta njerëzit realisht kanë flamurin e Kosovës, e kanë ata ke pasaporta, po ata tundin flamurin serb, nuk e pranojnë kurrë flamurin e Kosovës. Ashtu siç nuk e pranojnë në Prekaz, ashtu siç nuk e pranojnë në Mitrovica, ashtu siç nuk e pranojnë në Drenicë. A ka shumë si Abdyl Matoshi në Kosovë që mendon që ka kom kosovar? Kam edhe pashë ditë në një program këtu në Prishtinë që fillon të kishin dalë një numër njerëz që ishin akoma spion që merrshin pagesa nga Serbia. Janë ca njeran, ekzistojnë ca njeran për fat të pakët në numër, sepse Shqipëria pa pasionin, pa luftën e Kosovës, ai flamuri nuk do të ishte aq i kuq. Fal asaj luftës kosovarëve ndërshekuj është aq i kuq ai flamuri. Pastaj këta pro vizionarët që thonë budalliqe janë njerëz me datë skadence, janë njerëz që si më thon historia do t'i tregojë që ishin ca sharlatan, ca njerëz nuk do të ekzistojnë fare më sot jetës me vend. Nuk do ekzistojnë fare, janë ca sharlatan, po them. Vazhdoj të jemi bindur që shumë shpejt do bëhemi shtet, shumë shpejt se nuk është se do bashkohet Kosova. Po pa dyshim më burr, po pa dyshim, na e leverdisë së burr bashkohemi. Ne e vërtet, se serbët janë më të zgjuar se ne, thjesht janë më shumë më burr. Ne të bashkohemi, bëhemi një shtet dhe marrë puna. Edhe jemi ekonomikisht më mirë, jemi më të fuqishëm për çdo gjë. Para rendje kësaj bashkimi kombëtar? Shpjegoj një gjë, nuk ka fqinj që kemi rroll, që kënaqet që ne të bashkohemi. Po pse s'knaqet po të bashkohemi? Se bëjmë më të fortë burr. Sigurisht. Pse? Para rendje e këtij bashkimi të shtetit të Kosovës me shtetin e Shqipërisë, mund të jetë bashkimi dy kombëtarëve në një? Jo. Se shtetet kanë, çdo shtet ka kombëtarin e vet. Kjo gjë nuk mund ndodh. Pastaj këta Gozdikun të qifen, ky burri që bërtiste para ca vjetësh ky Albin Kurti, sikur ka filluar ta uli zë. Pse ka ulur, ai është fundosur fare thoj. Jo, ore tani para shumë vitesh kam pas respekt për të kur dëgjoja që thonin që thonë gjithmonë vetë vendosen se do të bashkohemi, po. Shumë e vërtetë. Po, ky ishte gjë. Jo, po kishin projekt në plan në gjithë programin e partisë. Mezi pres të dëgjoj të parën parti shqiptare, kudo që të jetë, në Prishtinë apo në Tiranë, që thotë kërkoj zyrtarisht hapjen e një kërkesës të popullit, që të themi, ta pyesim popullin vëlla. Të pyesim popullin. A doni ju të bashkohemi? Po kjo, gjë çfarë do ndodhi? Ja ta them unë çfarë do ndodhi, se po ti po. Po votoi populli që do të bashkohemi, çfarë do ndodhi? Do të bashkohemi. Po, se dhe Malizi bën e shpallën në Malizi, than, pyesim popullin çfarë mendon. Po ikim në thonë. Populli tha s'duam, marroj, po nuk tha se populli 99%. Më pak tha. Kam pyetur në intervistë Joseph Dioguartin, kongresmenin amerikan me origjinë arbëreshe, a mund të bashkohet Kosova me Shqipërinë? Ore tha, keni ndonjë parti ju tha që kam program tha që bashkohet? Jo, i thashë. Po rrini tha. Duhet dali partia ordial më tha mua, një parti të ketë program. Ajo të fitoj pushtetin, ta bëj referendum. E para, po nuk ka nevojë për program më burr. Dil një ditë, bëj referendum. Siç shifja këtu në rrugë që Lapaj merrte firma çunat e gocët e Adriatikut, megjithëse kam nga fshati im nga Vranishti, Adriatikut kam dhe komshi, familjen e vet. Ato dolën dhe kërkonin që të votonin diaspora. Bamën? Po, okay. Aksion politik na më intereson. Ai ishte aksion personal. Kjo është me bë realisht një referendum publik. Referendum, shpallet referendumi. Do Shqipëria apo Kosova dhe Kosova të bashkohemi. Në dy shtetet referendum. Po, me ditë votohet dhe i thotë dynjas. Ore, bota thot çfarë thot populli i burr. Ore, duan këta politikanët? Besoj që e duan. Ti the federata duhet jemi vetëm unë. Se cili do ka politikanët si në Kosovë, si në Shqipëri që mendon pak për të mirën e vendit vet, duhet realisht të shpallë referendum dhe ta përkraj bashkimin e Shqipërisë me Kosovën. Po e them, përveç faktit që jemi pas një më të vogël ndryshim, një komb, një gjuhë, një flamur, por edhe na e leverdis ekonomikisht.
që ne të bashkohemi nga ana ekonomike, Shqipëria nuk do ekzistonte pa ardhin e parave nga Kosova. Nuk do ekzistonte e burr. Turizmi shqiptar që bërtisin gjithë. Pa Kosovën, Shqipëria do ishte siç ka qenë 92, 93, 95, 96, 99, 2000 kur s'vishin, kur nuk vinte njëri. Okej? Pa ata nuk do ishim. Sigurisht ata s'do ishin pa ne, se edhe ajo lufta dhe nuk do fitoj pa ne. Po në fund fare, ke pasaportën Kosovës? Në shtetësinë kosovare ke? Jo. Do ta kërkosh? Jo. Se ti po pret bashkimin. Se duhet të kem në shtetësi Kosovës. Ti po pret bashkimin. Unë di që do bëhet bashkimi. Jam i bindur që do bëhet bashkimi. Kur? Bëjmë parashikim. Unë besoj që të paktën për 3-4 vjet do të bëhet bashkimi. Fakti që shikoj kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, që të parën telefonat që bën mbasi ka fituar zgjedhjet, është me Hashim Thaçin. Do të thotë që është një nga shenjat më të dukshme që diçka po lëviz. Diçka po lëviz dhe kjo gjë, diçka duhet që të dali publikisht tani. Dhe cili do që ta marrë të flamurin e referendumit, do mbahet mend. Kështu që kush është politikan, do ja sugjeroja shumë modestisht që ta bënte. Ta bënte referendumin në 2 shtetet. Të bëj ai iniciatori i referendumit. Po pse më kush e ndalon referendumin? Çfarë ligji na ndalon referendumin? Asnjë ligj. Po kush e ndalon? Po kush e ndalon që të mos ketë kontroll pasaportën kufi? Kush e ndalon? Kush është ky që tha? Që këtu do kush është ky që na tha? Kush? Se tani pati zot që edhe amerikanët kanë filluar me menu për vetë në vetë. Mos na hapin mend për gjithë, se kanë po heqin dorë gradualisht nga ajo që gjithë botën thonë ti do shkosh atje, ti do ulesh tu, ti do bësh, që bënë gjithë dasmën e gjithë botës. Tani vendosin që bëjnë vetëm dasmën e fshatit vet. Edhe merrem me Amerikën, me sa shoh. Kështu që edhe dynja do merret me veten e vet, s'ka pse të merret me ne. A do ketë serb në stadium ditën e shumë? Po, do ketë. Sa? Se di. Se di. Jo flas vetëm delegacione apo tifoz? Serbët nga delegacione, jo, delegacione pak. Jo, nuk do ketë tifoz. Tifoz nuk ka as ne atje. E ma shpikën një gënjeshtër që zgjat Serbia është dënu për ta tifoz. Po edhe kur luajti Shqipëria në. Kjo gënjeshtër? Po sigurisht. Çfarë do të shpjegoj një gjë. Të janë gjitha gënjeshtrat e shpifura për të shpëtuar atë turpin e evropianit dhe 21 vjeçarëve. Gjithë ato janë përpjekje, se qëllimi ky është kryesori. Po pse është turpi Po turpi është burnes, po bëjmë dot i neshëm me serbët, 1500 polic. Një ndeshje s'po bëjmë dot me serbët. Të bëjmë një evropian bashkë. Po pse o burr ta bëjmë? Pse për çfarë na duhet? Pse nuk do ta marrim ne atë? Po ta marrim ne, po jo serbët. E marrin serbët dhe ta marrin neve, si Paderic. Do ti je kundër se bashkëpunim. Po ai ishte si një kusht. I kujt? Pak të kështu shpjegoi Federata zyrtarisht. Që ju do e fitoni këtë vetëm nëse do bashkoheni. Po nuk e fituam ne, fituan serbët. Serbët e fituan atë dhe ju desh një shtet i dytë dhe na morën ne. Se s'pranoi Maqedonia, s'pranoi Malizi, s'pranoi Slovenia. Bëm gabim? Besoj që po. Pse? Po pse do të jemi ne patriotëve serbë? Se po ta them edhe një herë, nuk po bëjmë dot një ndeshje o njeri. Max, s'po bëjmë dot një ndeshje. Edhe atje në Serbi, s'po di ku ta mçefi ndeshjen. Duan me çu Novi Pazar, nuk din ku ta çojnë. Pra do thotë që nuk bëjnë dot evente sportive serbët. Serbët, ti thu që u shpik kjo gënjeshtra që serbët i ka dhënë UEFA s'vin dot. Po pse kur ishin në Elbasan erdhën? Jo. Pse? Serbët as nuk shkojnë tek tifozërit kundërshtare, as nuk pranojnë të vinë tifozë. E diti që Federata Serbe nuk pranon të vinë tifozërit. Po shqiptar do shkojnë dot në Serbi? Jo. Po pse? Ndalohet. Po kush e ndalon? Federata jon. Po pse? Nga UEFA. Po pse? Kaq deri këtu. Po pse? Jo deri këtu ka. Po është gënjeshtër, di pse? Sepse ata nuk i pranojnë dot, nuk bëjnë dot një ndeshje me tifozë o burr. Federata angleze vetëm për vetëm një shtet thot, mos kujdes ku shkon edhe. Vetëm Serbi. Ju rekomandojmë mos u thoni në ndeshjen e kur luaj përfaqësuesi anglezë në Serbi. Rekomandon Federata. Pse? Se s'din me prit njerëz o burr, ama këtë probleme kanë pas gjithë jetën se s'e kanë po kroatët, po kroatësi shkojnë ta? Pyetje. Po Bosnjë shkojnë? Jo. Po pse s'shkojnë? Po Maqedoni pse s'shkojnë? Po Malzi pse s'shkojnë? Po se janë për këtë punë o burr. Edhe ne gjatë do bëjmë do t'i bëjmë makjazh Serbisë që nuk është ajo që mendoni ju, se ja, vetë shqiptarët po thonë që s'është ajo që mendoni ju. Kështu që është kot kjo punë tani me fol të punë. Varja. Do doja një ndërprerje publicitare në këto momente, sepse unë nuk asnjë s'doja të ndërprisja dhe e mendova që ta vendosim tani edhe pse jemi në fundi. Publicitet kthehemi sërish për ta mbyllur intervistën. Një falënderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kurdo.
AK Invest, institucioni i pagesave për shërbimi MoneyGram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimin MoneyGram në çdo zyrë dhe agjent AK Invest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës së shorteut që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me MoneyGram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, sapo të kryeni transferin e tretë ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra MoneyGram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë MoneyGram AK Invest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit AK Invest, MoneyGram AK Invest për mbështetjen që bën emisioni Dekalog këtu në Dritare TV. Jemi në fund zoti Shako Hoxha. Kam një pyetje, a duhet këndohet ajo kënga mora fjalë? Sigurisht, po çfarë do. Ata e kanë ndaluar. Kush? Federata. Po jo, burse s'ka ndaluar, po ora njerëz amono burse. Ora po si mund ta. Ose më saktë ndrrua. Ora si mund ta ndalojmë? Kolona zanore. Si mund ta ndalojmë? Si ta ndalojmë? Atë me çfarë ndalojnë? Ha, si çfarë bën? Po nuk këndohet më. Ku më jo si më këndohet çdo ndeshje këndohet. S'është e vërtetë. Në çdo ndeshje këndohet. Po pse duhet tifozët, çaj di tifozët ti? Tenorat e operas që do të filloj muzika, pas e po të filloj piano. Tifozët këndojnë vetë po. Ti ke thënë që të këndojnë vetë, në momentin që futen. Në momentin që skuadrat dalin në fush. Po. Ky është momenti ku stadiumi të filloj këngën, nuk ka nevojë fare burr me atë. Po pse më vërtet mendon ti që njerëzit do vinë në stadium dhe do këndojnë këngën në Adem Jasharit, seriozisht e ke? Po s'ka shanse burr. S'ka shans. Qoftë edhe një vetëm po tjetër ta këndoj. As diskutohet fare. Kështu që këtë nuk është se ndalon dot as Federata, as UEFA, as FIFA, se as ne s'kemi mend me humor se çka këndojnë ata burrat. Ne kemi këngët me festë dhe me gjëra pozitive, ne kemi këngët të bukura. Ne të shkojmë në Serbi për të luajtur kur nga fillimi deri në fund ndeshjes, ata burrat këndojnë vritjes shqiptare. Vritjes shqiptare. Tani neve ndërkohë organizatorët me drejtues të futbollit ton që lindur e jetuar prej vitesh në Luksemburg, luksemburgez, brezi 16 i aristokratëve, dhe do vinë, duhet të krijojnë një klim sa më të bukur për serbët, që mirë se erdhët, ju lutem qetësi se mos na mërziten, se mos ju ngel atri, ju lutem se mos ofendojnë në një, mos aspirojnë ndonjëri në një gjë për motrat e tyre, mos çajnë njërin atë. Ne s'kena drejt me shet nga motra, ata kanë drejt me na thon vriti. Tani në fund fare po e shatëm nga motra, në fund fare, po qëse, është hipotetike, po qëse në qofë se ndodhë, kënoqen të dyja parët vëse, apo jo? Me të vramen një parë nuk kënaqen. Ne kemi arë në fund të kësaj bisede, shumë e këndshme, Shako, unë me të vërtet po e shijoj dhe kam shijuar, po ti the rezultati parashikimi yt, 1-0 për Shqipërinë, gol Milin Daku. Në atë moment, kur shnohet gol, po ti ishe komentator, qa ullërime do bëhe? Ate, të shpjegoj një gjë. Diferenca mes komentatorit mirë dhe komentatorit normal është që një komentator i mirë thot një numër të madh fjalësh, të cilat i dalin instinktivisht nga ajo që ka parë. Një komentator tjetër i futit bërtit dhe është tifoz. Nuk ka gol. Çështja është se numri kjo bën diferencën edhe në gazetari, edhe në një shkrim të shkruar apo jo? Bën diferencën në fakti që ti sa fjalë përdor. Në një shkrim, qoftë edhe 30 radhë, sa fjalë ke përdor. Nëse ke përdor 60 fjalë, je gazetar jo i mirë. Po ke përdor 200 fjalë, do thotë që je gazetar shumë i mirë se ke gjetur vendin shumë fjalëve. Kjo është gjë që bën diferencën, kështu që shqipesh një gjuhë shumë e bukur dhe ka shumë fjalë për të përdor. Edhe të pëlqen gjuha shqipe, se si e ke përdor. Të pëlqen? Po, pëlqen, po. Po shumë e bukur, shumë. Mu ka thënë një herë një ti ke mbaruar Institutin e Historisë? Jo, Institutin e lartë të fizikulturës. Institutin e fizikulturës. Po. Dhe ke qenë student i lëvizjes vjetorit, ke qenë në takim me Ramizalin dhe je shumë modest atë, nuk e tregon atë fare. Çfarë të tregojmë atë, se është i flamur për po të them një. Unë mendoj që njerëzit i ka quar fati, i çon të jenë në vendin e dur në momentin e dur. Kjo s'do të thotë që është merit e jotja.
sigurisht mund ta kesh menaxhuar më mirë se dikush tjetër, por duhet ish me fatje si fillim. Profesorët e tu te Instituti I Fizkulturës më kanë thënë që ti ke qenë shumë aktiv, domethënë ishim aktiv, po ishte koha, më duhet të aktivizohesh, ishte koha. Ishte koha, po për tjerë pse si ishte koha? Po mirë, tani normal që do të Dhe ke qenë habitshëm shumë modest për atë që ke bërë, më thanë. Profesorët e tu më kanë thënë. Po, tani çfarë të bëjmë? Okej, nuk është se kam qejf shumë me humbur, pavarësisht se jam vronjat. Po si bërin pyetje Ramiz Elisa ti? Po, I kam bërë pyetje, po tani si vlen me këto muhabete. Ke bërë pyetje, po jo, te ajo s'ka si varet, se nuk aty ndodhin ca gjëra që Okej, fjala jote në vesh të Perëndis Dritan Shako Hoxha, 1-0 ditën e shtunë, nëse fiton dhe del ky rezultat, ti ke marrë shumë medalje të pashpallura, po duhet të marrësh edhe medaljen e parashikuesit. Po ta marrë Dagu medaljen e çunat e burrit, ç'e medalje. Po jo, parashikimi sakt është një gjë, se është guxima, se dëshira kemi gjithë të fitoj, po parashikosh edhe publikisht nuk është pak. Do të shpis Dagu do doja pastaj që të marrin gjithë nga ca hapje, ca ilaçe kështu se do I bitet. Do të thotë, Po kujdi çfarë do t'i ndodhte kështu nga ana emocionale. Pastaj shqiponjët shumë? Po. Shqiponja është tek sema e Serbisë, nuk e di e ke ide. E kanë ata, se kanë si shqiponjë ata. Okej, po puna se thotë në njërin, ka thënë FIFA s'lejohet shqiponja. Kush, ku e tha FIFA të gjithë lejohet shqiponja, po pse? S'ka vendim të FIFA-s. Po ta dalli gjë po. Po domethënë nuk ka vendim që ndalohet të bësh shqiponjë. Njerëzit që drejtojnë futbollin, si Shqipëri, si Kosovë, e di çka kanë shpinë Kosovë. Është më e shpifur akoma. Ka thënë FIFA s'lejohet me qenë as I flamuri Shqipëri stadium. Po pse? Po I norvegjisë. Budalli, kështu thot Federata në Kosovë. Po, ata madje më thonë që nuk marrin futbollistat shqiptar të Shqipërisë me kombëtarën e Kosovës. Është e vërtetë kjo? Po si marrin, si e ka dalë okazioni, po dalë do ta morin. Po më ndalojnë, më thonë. Pse? Kështu thonë. Kush e ndalon? Federata e Kosovës. Më bile është një trajner atje, Padadina, nuk e di a e shqiptoj mirë këtë, që është kundër ai se thot ai. Po. Është të gjë pastaj, shihet e tuaja. Po s'ndalon njëri. E kuptova. Shako Hoxha, unë të falenderoj shumë, të jam mirënjohës dhe gati e quaj privilegj këtë intervistë, nuk e përdor shpesh këtë fjalë, ta dish. Ose shfrenon fantazinë. Jo, më pëlqeu shumë dhe ti ke një gjë që mund të kesh edhe mendime të kundërta, po ti je vetvetja dhe kjo më pëlqen më shumë. Falenderoj shumë. Edhe unë, gjithashtu. Të nderuar teleshikues, do të qenë një intervistë me analistin e njohur, komendatorin sportiv Dritan Shako Hoxha nga Orlando Qafoku, mirupafshim.